Siç edhe dihet, Përputhen është njëri ndër emisionet më të shikuara shqiptare. Siç çdo edicion edhe këtë edicion produksioni po provon që të krijojë çifte që në të ardhmen mund të kalojnë jetën së bashku. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ndër konkurrentët më të përfolur të këtij edicioni dhe që kohëve të fundit kanë përplasje mes njëri tjetrit, janë Enesi dhe Vlora. Ata kanë pasur takime të zjarrta ku shpesh herë kemi menduar se mund të vazhdojnë një lidhje të gjatë, por pastaj në studio janë përballur dhe kanë akuzuar ashpër njëri tjetrin. Në puntatën e fundit Vlora nuk e ka kursyer fare Enesin, duke treguar se jashtë emisionit Përputhen ata kanë pasur disa biseda, e siç duket Vlora ka thënë se Enesi është futur këtu për të promovuar biznesin e tij dhe e ka kërkuar këtë ndihmë nga Vlora. Të shohim se çfarë do të ndodhë në të ardhmen mes këtyre dy konkurrentëve.